duhet ishin pjesë e timit prokurorisë. Kryetari i Partisë Fryma e Re Demokratike Bamir Topi deklaroi nga Elbasani se Partia Demokratike nuk ka asnjë të drejtë që të kërkojë dorëheqjen e kryetarit të Kuvendit Ilir Meta, për aq kohë sa ende nuk ka asnjë akuzë të vërtetuar. Dorëheqja është çështje një veprimi dhe një vullneti individual personal. Nuk mund t'i kërkosh tjetrit me insistim dorëheqjen, sako një gjë është e pahetuar nga drejtësia. Që kërkon me insistim sot dorëheqjen, ka qenë personi që i ka takuar disa herë për të dorëheqjen. Në Gërdec, me 21 janar. Duke komentuar situatën politike që është krijuar pas akuzave të deputetit Tomdoshi, kreu i FRD-s u shpreh se ky është parlamenti me përbërjen më të dobët që ka njohur vendi. Ky parlament është parlamenti jo vetëm i dobët nga pikpamja e përbërjes. Nuk futëm standardet intelektuale, sepse kjo është një çështje i takon vetë partive politike, por në mënyrën e kompozimit parlamentit, në mënyrën e sjelljes, që vetëm politike nuk është. Gjatë punimeve të Asamblesë Kombëtare të FRD-s, Topi kërkoi ndryshimin e kushtetutës, pasi sipas tij brenda parlamentit, problemi është standardi i mendjeve kriminale që sollën shtrembërimin e kushtetutës.